Banor, sonte vëllai i madh ka vendosur një ndryshim se si do të ballafaqohen të nominuarit. Pyetjet e publikut do të shfaqen live në ekranin e livingut dhe secili i nominuar do të duhet të përgjigjet pa ndërprerje, pa shmangje dhe pa justifikime. Alba, a mendon se publiku po të sheh për atë që je në të vërtetë? Në rast se më keni parë nga e mira deri në të keqe, unë Alba jam, nga e mira deri në të keqe. Kurgjo personale larg asaj, po definitivisht e kisha largu Fjolla. Lavinat, kur kemi filluar lojën tënde dhe mos me u përzim në debatet të tjerëve. Nuk mendoj që përfshina në debate që nuk më takojnë. Pse ju vure pas Elionës pas rikthimit, pse ndodhi kjo? Ky nuk ju nga për mas. Absolutisht jo. Jo, pse ndodhi, nuk ndodhi kur gjë, ndodhi veç që ndodhi edhe kur gjë s'ko pas me Elionën. Labi, a e din arsyen pse e futur brenda, çka ke pasur qëllim se duke që të ka humbur ulla. E unë nuk e shoh që më ka humbur rruga, juve nëse më shifni ashtu, ju boft mirë juve. A mendon që motra e Labit një mend s'ka ardhur për ato çka po thua? Turp qoftë. Unë mendoj që loja e Labinotit ka mujt me ndiku të familjarët e tij edhe të dashamirësit e tij jashtë. Jo Labinoti si Labinot, nuk e dyshoj kur raportin e tij me motrën e tij, as nuk du me dyshu. Thjesht mendoj që loja edhe shembulli që ka jep në lojë, gjithmonë kuadrët lojës, ka mujt edhe me ndiku. Alba, pse qanë në përqoshe dhe pastaj bësh që s'ka ndodhur asgjë? Po realisht kështu jam edhe në jetën time reale, futem brenda asaj dhomës time, nxjerr çdo gjë çfarë kam, pastaj dalë dhe bëj sikur s'ka ndodhur asgjë. Apo të rrihet akoma në një shtëpi ku s'kupton asgjë. Unë e kuptoj ma shumë se unë e fol. Edhe personalisht jam shumë krenare. Kam shumë to offer. Ardit, a nxjerrësh kështu nga situatat edhe në jetën e përditshme. Është Alba. Alba, ose nalësh ose lirisht mundesh me lëshu vetë. Që ka që për të? Ti nuk je komandanti im o diktatori im, që të më thuash kur të lësh e vendin. Arditi, do me thonë, ka formën më të sofistikume të mundshme me dalë për situatave, po gjithmonë një logjike konkrete. Kush mendon që flet më së shumti pas shpine, unë besoj që është kushtrimi, që komentan edhe shkon pi grupin ngron, pi vendin vend. Pushime romantike. Shumë mirë, tash mas i kalova, po ripi me dojë. Big Brother style. Pushimet edhe jashtë. Ju duam edhe ne.